Allahun Azza wa Jall e falenderojmë, prej tij falë dhe ndihmë kërkojmë. Salavatet dhe selamat ja dërgojmë Muhammedit sallallahu alaihi wasallam, familjes së tij të ndershme, shokëve të tij fisnik dhe gjithë pasuesve të rrugës së tij deri në ditën e gjykimit. Falenderojmë Allahun Azza wa Jall që na mundsoi që të gjithëve së bashku, kështu do të bëhemi në këtë mezhlisi i xhairit, mezhlis i cili do quhet seminar, i cili emër është emërtim teknik. Do nga se, siç e dini, një pjesë juaj do kanë marrë pjesë edhe në vitet e kaluar në këto seminare. Tani më këto seminare janë vazhdimsi e seminareve që kanë qenë më herët dhe inshallah do të vazhdojnë edhe më tutje, edhe në të ardhmen me natyrat e saj të ndryshme. Ky seminar quhet seminar avancues, që do të mundohemi gjatë këtij seminari që informatat që i kemi t'i verifikojmë dhe nga ana tjetër ato që nuk i kemi t'i plotësojmë. Dhe natyra e këtij seminarit është seminar me vëllezër pak më të vjetër që dinë pak më shumë mesele dhe janë pak a shumë më të zgjedhur. Dhe ajo që është e rëndësishme këto se ky mezhlis këto ditë që fillojnë prej këtij momenti deri të diellën parafarsisht në këtë kohë do të jetë një shoqërim i cili nuk do të jetë i bazuar mbi rregulla dhe parime, mbi rënd shtëpiak, por se do të jetë shoqërim vëllazërim i cili do të jetë i ndërtuar mbi raporte vëllazërore, mbi raporte shoqëruese, sikurse që të jemi do të thotë që të gjithë një familje. Dhe kështu dhe në këtë formë do të thotë edhe kjo është njëra nga qëllimet e këtij seminari, që do të thotë pak a shumë të shihemi mes vete, edhe do të thotë njëkohësisht edhe të mësojmë diçka nga fjalët e Allahut subhanahu wa taala. Do ta përmendim këto hyrjen e seminarit, që është do të thotë e para njoftim me programin, ku një pjesë e juaj do të thotë vetëm se ma e kam pa do të thotë programin që i kemi ngjit do të thotë në hyrje të sallës, edhe pse do të ketë një ndryshim të vogël, do të thotë nga se Hoxhës Feridi do të thotë i ka ndodhur një musibet dhe do të kemi do të thotë një ndryshim të vogël në plan program, që do të thotë ai do të mban ligjërata më herët se sa është dashur të mban, por se do të thotë çdo send do të shkojë sipas asaj që është para pa me lenin Allahut subhanahu wa taala. Jo rastisht do të thotë në këtë foto që e shihni keni orë, që nën kupton se do të mundohemi të jemi precis, ashtu si ka hije muslimanëve që fillimin e orëve ta bëjmë në kohë, edhe pse askush nuk do t'ju thret për në ligjërata, ta dini këtë fort mirë. Askush nuk ka më thon hajde në ligjërat. Dikush ka mundësi me ndejt në shkallë, nuk kena më thon hajde hin se filloi dersi. Nga se natyra e këtij seminari është me vëllezër të pjekur, që nuk kanë nevojë dikush që t'i thotë hajde se anisi dersi. Që do të thotë na kena mundësi me marrë të ligjërata, dikush ka mundësi me ndejt në shkallë, edhe nuk kena më thon hajde së bashku që të jemi do të thotë në këtë ligjërat. Dhe do të thotë duhet që të mundoheni fleta, siç është pak më poshtë, edhe që ripërsëritet ora, ka do të thotë potencimin dhe ritheksimin e precizitetit gjatë këtij seminarit, që nuk kupton në të gjitha sferat e plan programit, siç është do të thotë ligjëratat, koha e ushqimit, nga ana tjetër do të thotë është edhe fillimi dhe mbarimi i çdo ligjërate. Janë fletat para jush, që nuk kupton se do të ketë çdo kush prej jush fletore, do të thotë që të thënë kemi përgatitur posaçme për ju dhe laps, dhe njëkohësisht do të keni që të gjithë materialin para vete, edhe pse do të thotë në konsultim me disa vëllezër, librat të cilët do t'i keni para jush, do të thotë janë libri 3 parimet, që do të shpjegohet fund dhe krye, dhe libri për mbledhje e fikut, do të thotë që ka të bëjë njëkohësisht edhe pjesërisht me materialet e juaja. Këto libra do të thotë çmimi i përgjithshëm i të dy librave dhe mburojës së muslimanit është 1200 denar, por se ka një vëlla që e ka marrë për shumicën e shumës, kurse juve do t'ju mbetet ai që don, ai që ka. Të jep vetëm 500 dinar për këto që kanë mbet një shuma pa u paguajt. Ato libra do të vashpërndojmë na gjithëve juve që jeni këto. Ai që don, ai që ka do të vjen do të thotë te vllai Avnia që është koordinatori i seminarit, Avni Arstane do të thotë që dul pak më herët sa pash. Do të thotë për të gjitha nevojat e juaja gjatë seminarit do të drejtoni te vllau Avniu
dhe ai do të mundohet do të thotë që të azgjedh problemet dhe nevojat që do t'i keni. Do të përmendi këtu se gjatë këtyre 2 ditëve askush nuk është mirë që del nga konvikti apo nga kjo ndërtesë. Do të thotë ky seminar është me natyrë të mbyllur, që nuk kupton se që të gjithë do të mundohemi gjatë 48 orëve, as 48 parafërsisht nuk janë, por se do të mundohemi që të gjithë këtu qëndrojmë së bashku. Së bashku dhe nëse dikush ka nevojë për diçka përsëri do të drejtohet te avnia, e avnia do të mundohet që t'ia zgjidh problemin pa dalë ju të tjerët nga konvikti. Që nuk kupton se ky seminar ofron gjitha nevojat që i keni dhe do të mundohemi që gjitha nevojat që i keni t'u plotësojmë. Që nuk kupton se gjitha luksuzet i keni do të mundshme. Nëse dikujt si pëlqen ushqimi lirisht mund të na thotë du qebapa ja porosis mi ja bim këto. Nëse dikujt i pihet macchiato si pëlqen ajo Nescafe që është 3 in 1, ja bim espreson prej jashtë, vetëm se jo me dal prej konviktit. Dikush ka qef të hanë ndonjë ushqim nga ndonjë restorant elit që është në Tetov, do t'ja bim edhe atë. Do thotë në fjalën e plot, do thotë në kuptimin e plot të fjalës, po e tham ket. Çfarë do që keni nevojë? Pre asoj më të thjeshtë deri në atë që është luks, lirisht drejtohen të avnia nevoja me lenë Allahut azza wa jall do të plotësohet. Veç nuse mos lipni. Shpërblimin ndaj kërkimit të diturisë. Këtë po e potencoj vëllezër, nga se natyra e këtij seminari është kërkimi i diturisë. Dhe ngritja jon dhe vetëdijsimi jon në aspektin fetar dhe moral. Dhe këto mesele të cilat do t'i shprehim para jush janë shumica meseleve të cilat ju keni mësuar më herët për xhallarëve të juve, nga se ju më vetëm se më jeni xhamat i formum dhe i pjekun. Dhe ajo qëllimi i kësaj është rikujtimi i meseleve apo ripërsëritja e tyre dhe njëkohësisht përfitimi i përvojave të reja dhe mënyrave të shpjegimit nga xhallarët të cilat ndoshta më herët nuk keni pas mundësi që ti ndjekni apo që ti ndëgjoni. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, men salaka tariqan yaltamisu fihi ilma sahhala Allahu lahu bihi tariqan ila al-janna. Kush zgjedh rrugën, kush merr rrugën për të kërkuar dituri, Allahu azza wa jall ati personi që e ka zgjedh këtë rrugën e kërkimit të diturisë, ja lehtëson hyrjen në xhennet. Nga se njeriu e fiton xhennetin me ilm dhe me dituri, e cila dituri ia mundson dhe e stimulon në kërkimin e veprave të mira dhe në zbatimin e tyre. Dhe njëra nga veprat më të mëdha dhe më të devotshme që ka mundësi një besimtar të realizojë në jetën e tij është kërkimi i diturisë, nga se kjo është mirasi i gjithë pejgamberëve. Ne këtu kemi ardhur me marr mirasin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, që është nder dhe respekt dhe veçori e atij që kërkon diturinë. Dhe këtë po e potencoj që të mos ju vën shejtani dhe t'ju bëj vezvese. Dhe se unë e di fort mirë se vetëm se mo shejtani mundohet pjesërisht që neve që kemi ardhur me na bë vezvese duke na paraqit gjitha matematikat e dunjos që i kemi, duke na paraqit nevojat që i kemi lënë pa kryer në shtëpiat e tona, duke na paraqit diçka tjetër që kemi pas mundësi më të madhe se kjo me bë. Por gjitha janë të kota dhe gjitha janë vezvese të shejtanit. Nga se shejtani as pak nuk kënaqet që njeriu të merr rrugën e kërkimit të diturisë. Dhe kështu që çdo kur të vjen në mend mos më ardh me një orë, mos më prezantu. Dije se e ki vezvese prej shejtanit, thuj eudhu billahi minash shaitanir rajim dhe eja dhe prezanton ligjëratën që është e parapamë në këtë seminar. Mos ja lejoni shejtanit që t'ju bëjë vezvese. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, وَمَا اجْتَمَعَ الْقَوْمُ فِي بَيْتٍ مِّن بُيُوتِ اللَّهِ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَيَتَدَارَسُونَ بَيْنَهُمْ إِلَّا نَزَلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِينَةُ وَخَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ وَغَشِيَهُمُ الرَّحْمَةُ وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِي مَنْ عِندَهُ. Thot nuk ndodh që besimtarët të mbledhen me një shtëpi nga shtëpitë e Allahut azza wa jall, yatluna kitab Allah, ta lexojnë librin e Allahut azza wa jall, wa yatadarasuna bainahum, dhe të mësojnë nga njëri tjetri në mënyrë reciproke. E Allahu azza wa jall, thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, Allahu azza wa jall të mos ju zbret atyre me laçe, të mos ju zbret atyre çka qetësi dhe rahati dhe në fund ju zbret edhe rahmet. Lusë Allahu azza wa jall që gjithëve neve
të na zbret qetësi dhe rahati në zemrat e tona, të zbret me lagje të cilët do të bëjnë dua dhe lutje për ne dhe për familjet e tona që i kemi lënë mangët dhe që do t'i lëmë mangët gjatë thimeve të ditëve, dhe në fund lutem Allahun azza wa xal që të gjithë neve së bashku të na kaplojmë me rahmetin e tij të gjerë. Do të përmendi se namazet do të falen me xhamat. Ajo që do të thret për namaz është vetëm ezani i muezinit. Askan nuk do të thrasim për namaz të sabahit në dhoma, nga se besojmë dhe jemi në konsultim me hoxhallarë dhe me disa vëllezër pak më të pjekun, kemi janë konkludim se është në çmim me i thirr këta vëllezër të cilët janë elita e xhamatit, me i thirr për namaz të sabahit apo me i thirr për namaz të drekës apo kështu me radhë. Unë besoj që jemi të pjekur dhe të na mjaftoj vetëm thirrja e ezanit nga ana e muezinit dhe brenda 2 apo 3 minutave vetëm se mo thret i kameti dhe falet namazi që është në kohën e tij. Zikri do të mundohemi që ta bëjmë së bashku, që do të thotë pas faljes së namazit të sabahut do të mundohemi që të qëndrojmë një kohë të caktuar të shkurt, pa pas ligjërata mas sabahit, nuk do të keni ligjërata, do të thotë ai që don dhe do të kishte qenë mirë që bile gjatësimve 2 ditëve të jetojmë ambient fetar, ambient islam, namazet me xhamat, zikrin në kohë, për kujtimin e njëri tjetrit, shijimin e disa sunneteve që ndoshta na i kemi lënë gjatë jetës tonë të përditshme, shtash e kemi kohën dhe momentin që të kemi 48 orë para vetë në disponim, që nuk kupton do të thotë realizimin e gjitha mangësive të cilat i kemi do të thotë gjatë jetës tonë apo gjatë ditës tonë rëndomt kur na do të thotë punojmë apo kryjm nevojat e tona ditore. Pyetjet do të jenë në fund të seminarit apo një pjesë e tyre do të jetë do të thotë në fund të ligjëratave nëse premton koha. Natyrisht do të thotë ajo do të jetë në konsultim me juve së bashku. Që nuk kupton se mbas marrimit të çdo ligjërate, që është 45 minuta, çdo kush ka të drejtë që del nga ligjërata. Ato që dënë me parashkry pyetje më njëherë janë të mirëseardhën. Por se pyetjet gjenerale do të bëhen dorëzimi i tyre pas çdo ligjërate te hoxha. Këtu unë mbaroj ligjëratën, gjithë i bini pyetjet këtu dhe i lini. Pastaj në fund, ditën e fundit që është e diella, do të vinë këtu të 3 hoxhallarë, që në të 4 do të thotë nëse na kthehet Molla Feridi ndërkohë, do të jem unë, Molla Fatmiri dhe Molla Omeri dhe Molla Feridi do të thotë që do të mundohemi gjithë së bashku të 4 që të përgjigjemi pyetjeve të cilat ju i keni parashkruar dhe natyrisht do të mundohemi që çdo kush të përgjigjet natyrës së ligjëratave të veta të cilat ai ka prezantuar. Ndalohet dalja nga konvikti. E përmenda, do të thotë avnia do të jetë përgjithës, ai që ka nevojë me dal, ai që ka nevojë diçka që se kemi në konvikt, do të drejtohet te avniu. Do të thotë dhe është i mirëseardhur përsëri po i ritheksoj për çdo luksus. Do të thotë ka të drejtë mu drejtu te avnia. Është i mirëseardhur, do të mundohemi që atë nevojë ta plotësojmë, vetëm do t'ju këshmilu që të mos dilni domethënë jashtë konviktit, që nuk kupton mos dalja edhe në balkone, nga se këtu do të thotë për rreth nesh ka shtëpi, njerëz të cilët jetojnë me familjet e tyre, do të mundohemi që ne do të thotë si musliman të tregohemi konstruktiv, namazli, sheherli, do të thotë ashtu si na kohije duke mos dalë në për balkona, në për xhoma, që të shqetësojmë do të thotë komshitë tonë që janë rreth nesh, nga se na kemi ardhur do të thotë me tregu yrnek dhe shembull për edhe këta që janë rreth nesh që nuk janë prezant me neve, nga se një sjellje e keqe e një individit që prezanton këtë seminar që nuk kupton se ajo që do të thuhet nga të tjerët kanë disa të ri, edhe illallah na e prishin këtë rrenin e qytetit. Na nuk kemi qef që me lon këtë përshtypje, na kemi ardhur që këtu me bë davet e jo antidavet. Mos e teproni me foto që nuk kupton se ka ndoshta ka vëllezër në mesën tonë që nuk dojnë mu fotografun. Ai ka mendimin se është haram apo nuk është fotogjenik, nuk din me dal mira në stik, vëllai arsye që janë do të thotë të mundshme, do të thotë mundohuni që jo çdo kanë me e fotografu. Edhe pse do të thotë ligjëratat do të shkojnë inshallah me lenin Allahut online, po edhe nëse nuk shkojnë online, ato do të thotë më njëherë kanë me dal të përpunuar në për forumet e ndryshme në Facebook, në YouTube dhe kështu me radhë. Edhe do të thotë asgjë nuk do të mbetet pa u shpërndarë dhe pa u shfaqur në opinion. Hajgaret me kufi. Duhet që të keni kujdes, do të thotë që gjatë këtyre ditëve të mos e bim vetveten në atë drejtë që ta prekim njëri tjetrin. Të mundohemi që të jemi korrekt, të emancipum në fjalë, në veprime, në sjellje,
që do të thotë çdo kujt t'ia lëm syrin në çel. Një pjesë e jona mes vetë nuk njihemi. Një pjesë tjetër njihemi, jemi shumë të afër. Ama duhet me pas parasysh se duhet me mbajt balans. Pse unë edhe ti njihemi dhe jemi shok prej vegjëllimi, nuk kupton se ai cili ka një vëlla shembull, po themi prej Dibre, i cili hera e parë të sheh, edhe do të thotë me alon synin të habitun se çka bëj kanë këta. Apo do të thotë me mundu me bë hajgare edhe me ata, apo edhe ata me të tjerit, duhet që të kemi kujdes, do të thotë hajgarën ta bëjmë me kufi. Nuk kupton se këtu vetëm kina mu fal, vetëm kina me ngu ders, vetëm kina me bë dhikr, ja, edhe hajgare kina me bë kapak. Kina me fol lloj teme, lloj nevoje, do të kemi biseda të lira, por nuk kupton çdo send që të jetë me kufi dhe me karar, që të mos e prishim do të thotë harmoninë dhe disponimin që është në konflikt. Dohani në podrom. Që nuk kupton se nuk i kemi ndalu pirjen e donit, jo se është halal. Por nuk i kemi ndalu se ka dohanxhitë që të pinë, do të thotë dohan, edhe do të thotë atimve va kemi bë të gatshme dy salla të mëdha në podrom të konviktit, ju kemi marrë do të thotë edhe tabaka të vegjël, këtu do t'i kemi, kush don mund të vijë ta merr, që nuk kupton se dohanin e pinë e lën në vendin e vet të dur që është do të thotë ky tabak. I posaçëm për dohanxhit, që pasi që ta pinë dohanin, do thotë e lën cigaren atë, ajo që mbetet edhe vinë në konvikt për me vazhdu do thotë muhabetin. Nuk Hoxha, na këtu do të thotë jemi vllazni që njihemi gjatë kohë, ata na këshirim neve mes gishtave dhe ata i këshirim mes gishtave, edhe kështu kalojmë Hoxha, në dunjallëk. Shkurtimisht, kjo ishte do të thotë ajo që pata ta përmendi, nëse dikush ka ndonjë pyetje, ndonjë konsultim apo diçka me shtu, le të urdhëroj, është i mirëseardhur. Si ta kryjm këto, do të shkojmë nalt, ta ham darkën, masi ta ham darkën më një herë, çdo kush zbret në sallën e ligjëratave, këto edhe fillon do të thotë më përgatit për ligjëratën e parë që do të filloj. Programin e seminarit, atë për ata që se kanë pa, do të jetë ky do të thotë, edhe pse i kemi ngjit do të thotë atje te hyrja e derës, por se do të thotë shkurtimisht do të jetë kjo kanë derë se nuk shifet. Nuk shifet. Mirë. Atëherë do të se kumbo pak zip file edhe ndoshta shoku i asaj nuk shifet, por sidoqoftë çdo send është evidentuar në derën e sallës së ligjëratave, çdo kush ka mundësi që ta konsultojë atë lajmërim. Nëse ka dikush ndonjë pyetje, le të urdhëroj. Treneri ka pina drejt në porosi? Treneri ka, po. Dhe që kalëzojnë numrin, firmën, edhe firmën kush do në Nike ja bim. Veç më zdilni pi konviktit. Vllazni, sa i takon ushqimit, do të thot, ajo që është, ajo që nuk është ka mungon, lirish kërkojni. Ka edhe muzikë zhelva, nuk është problem. Veç do të mundojmë mos dalim prej konviktit. Me instrumente. Po. Urdhëna Xhimomer, si ta ndërprejtë. Ka vllaznive shembull që janë që se thonë ka marrë nesër vi pak u shoh se na ka të marrë dikush. Shembull kanë shpreh dëshirë që marrë shembull nesër ose mos nesër me prezantuar ders ose me prezantuar jo. Ka me punë. Vendi është i kufizum. Që ta me shembull ata lajmërojnë ende. Është mirë me ju thonë se nuk ka vend. Po. Është mirë me ju thonë se nuk ka vend. Që të mundojmë që ta bëjmë në rendin shtëpia këtonin, se na këtu mund një 2 ditë kena me kon si familje këto. Se ka si, e di do të thotë. Po dhe po mami ta dina, them ty lajmërona që mos ka. Shtash do të thonë çdo kush para se me hip nalt, buka është gati, të vjen këtu ta regjistrojë emrin, biemrin, qytetin dhe numrin e telefonit vet, nga se ngusht inshallah planifikojmë me këto vëllezër, nëse kanë dëshirë që janë prezent këtu, ta bëjmë një seminar 5 ditor apo 6 ditor në Shqipëri, me kushte do të thotë pushimit të veror, që nuk kupton rreth plazhës dikon do të jetë, me lenin Allahut. Kështu që do të thotë çdo kush emrin, biemrin dhe
Në hotel o gjo bidhni lajtale. Do të këshalu që çdo kush emrin, bimrin, numrin e telefonit dhe nëse realizohet ajo s'po ju premtojmë, por inshallah Allah është përbleft. Mundet edhe masane. Kush don shtash një pjesë në të nxitën në altë mangër buk, në të shkojnë, a gjmomet. Po, ajde, avni, regulloj. U kri, po.